Dhe i pari që është jezuit që ne e quajmë, rregulltar jezuit. Jezuit. Një deklarat që ka bë Buj, si media, kam përshtypjen se më jep një leje t'ua bëj së pyetje. Thot që duhet bekohen, apo mund bekohen edhe ata që janë gay. Po kishte keq kuptim, sepse ai thot se cili duhet bekohet, ama u keq kuptuar në media se duhet bekohet. Po, është keq kuptu sigurisht se në një... A ishte diçka kjo që spritej nga papa? Një deklarat shumë e avancuar. Papa njihet për deklaratat e tilla shumë origjinale, themi, edhe se ka qenë arqipeshvi Buenos Aires në Argentinë, ka qenë një njeri shumë i afër dhe e ka pas një komunikim shumë kështu origjinal. Dhe sigurisht për papën na nuk ishte mësuar ndoshta të thonte kështu, por është keq kuptuar më shumë nga media, sepse papa ka thënë ne nuk ja ndalim askujt bekimin. Kisha është për të gjithë, i bekojmë të gjithë, por jo unionin, sepse e pa të shpjeguar edhe me një intervistë që për disa televizione amerikane, tha, jo, kjo nuk është bekim, sepse kjo nuk është sakrament, por unë kam thënë që të gjithë e kanë dhe duhet t'i bekojmë, sepse Zoti, Jezusi ka ardhur për të gjithë. Si të vetëm? Po. Ama jo si union? Jo si union. Në media atëherë doli që e bekon union. Oke, faleminderit shumë. Çfarë ndodh tani? Si bëhet zgjedhja? Na thuaj teknikisht me disa fjalë. Shkurt, në momentin kur vdes papa, atëherë quhet sede vakante, apo është karriga e zbrazit të Shën Pjetrit, dhe pregaditën minjëherë kardinajt vinë nga gjithë bota, dhe e pregadisin së pari funeralin e papës, dhe atëherë mbajnë kongregacionet e kardinajve që quhen, takohen për çdo ditë, apo si që e caktojnë ata, po zakonisht ndodhë çdo ditë, tash po takohen për çdo ditë, dhe pregaditen për konklavin që kardinajt e kanë caktuar të jetë 7 maj. Sa është numri i kardinajve që marrin pjesë në konklavën e... Tani janë 135 me të drejtë vote, që do me thënë janë nën moshën 80 vjeçe. Do të nën moshën 80, por 2 nuk do të mund të marrin pjesë për shkak të gjendjeve shëndetësore që ata e kanë, kështu që do të jenë 133. Dhe fillon me 7 maj, që ata futen në kapelin Sixtina, që është kapele famshme edhe për botën e kulturës, dhe aty konklave, do me thonë, të mbyllur me qelës. Po, që do me thonë, në të kohë, kur hynë ata në konklav, nuk kanë kur farë raporti me... Nëse buk me hangër kanë. Po, gjitha, sigurisht, nuk lejon me dalë. Që mos ketë ndonjë... Jemi një periudhë kur s'po e zgjedhim kryetarin e kuvendit, do të ishte mirë me bot njëtën. Po, kush nominohet, apo të gjithë janë kandidat? Nuk ka nominim, të gjithë janë kandidat, nuk ka, është një votim shumë i veçantë, sepse gjithë janë bari, dhe si cili mund të jetë papa i jashtëm. Se cili voton për se cili? Nga sa veta i votojnë? Një. Dhe në fund dikush mund të ketë ma shumë, dikush... Po, pastaj deri sa tjenë 2/3 e votave... Për një person. Pra shkon duke u eliminu. Po. I merë 2/3 e votave, po nuk del tymi i bardhë. Çka ndodh? Apo së ndodhë? Duhet me dalë. Duhet me dalë gjithçysh, do me thonë kur i merë 2/3 e votave. Atë kur vendoset, do me thonë kur fiton një kandidat, i merë gjithë ato vota prej kardinajve, atëhere